Bismillahirrahmanirrahim. Edhe pak ditë, haxhilerët tanë kthehen në vendlindje. Që do të thotë se me zemër të madhe ne I presim ata, duke u lutur Allahut Azza wa Jall që ta ketë pranuar haxhin e tyre. Mirë, po çfarë ka këtu? Ka një sinjal shumë të madh që muaji Dhul-Hijja po I vjen fundi dhe vitit 1447 po I vjen fundi. Pra ne jemi në ditët e fundit të një viti hënor, I cili ishte I mbushur me ngjarje dhe ndolli tek të cilat nuk do të ndalem, por se duhet të flas për diçka tjetër shumë me rëndësi. Një vit jetë që po na kalon, dhe nëse kemi mbarësi dhe bekim, një vit I ri që po vjen. Por kujdes, Allahu I madhruar na ka ba një mirësi shumë të madhe, duke na ba që me e mbyll vitin në hapësirat e një muaji të shenjtë, ku vepra e mirë shumë fishohet, e ku edhe ndëshkimi për veprën e keqe shumë fishohet. Një muaj në të cilin ishim të begatuar me 10 ditë për të cilat Allahu I madhruar betohet në Kur'anin famëlar. Mirë, po pastaj vjen një muaj I ri, I një viti të ri, që gjithsesi nis me një periudhë 30 ditore ose më pak, që janë periudha e një muaji po të shenjtë. Sepse muaji Muharram që po na vjen është muaji I shenjtë prej 4 muajve të shenjtë, ku gjithsesi ka ditë për të cilat pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka porosit që të agjërojmë. Pra e përcjellim një vit jete me agjërim dhe e nisim një vit jete me agjërim, me shpresën dhe lutjet që Allahu I madhruar na ketë pranuar dhe të na pranojë. Të dashurit e mi, kalon Ramazani, kalon Shawali, para tyre kalojnë muajt e mirë, kalon haxhi, kalojnë ditë të Dhul-Hijjes, kalon viti, kështu kalon edhe jeta. Dhe si që kemi përmendur edhe më përpara, e pyetën Hazreti Nuhun alayhi salam, konsiderohet si baba I dytë I njerëzimit, ka jetuar shumë. E pyetën se si tu duk kjo jetë, tha si një njeri I cili hyn në shtëpi nga një derë dhe nga një tjetër. Ndërkohë pejgamberi on alayhi salatu wasalam e krahason qëndrimin në këtë jetë si një udhëtar I cili ka udhëtu, pastaj ndalet të pushojë në hijen e një pemë. Dhe aq sa merr pushim për të ngranë, për të fjetë, për të la, për të pastru, aq sa I duhet, zgjohet pastaj dhe e rinis udhëtimin. Thot, ajo koha e qëndrimit në hijen e pemës, pra e atij pushimi, është si jeta e kësaj bote. Të dashur dhe shtrenjtë, po shohim sot njerëz të cilët janë verbu pas materiales, njerëz që janë verbu pas pasunisë, pas harameve, pas epsheve shtazarake, njerëz që po shkojnë pas agjendave të pasuesve të shejtanit të mallkuar. Ndërkohë që Allahu Azza wa Jall na thret në Kur'anin famëlar, fa ayna tadhhabun? Ku po shkoni? Nga po shkoni? A nuk e dim se nesër do të kthehemi tek Zoti I gjithësisë? A mendojnë ata që vrapojnë si të dehur pas duhmës marramendëse të harameve se nuk do të kenë fund haramet e tyre? A mendojnë ata që shkojnë pas harameve dhe janë të zhytur në mallkimin e gjunaheve të mëdha për jo vetëm? A mendojnë se ato gjunahe dhe shija e tyre do të vazhdojnë përjetësisht? Jo, pasha Allahun. Ka njerëz edhe në qytetin tonë që I kemi njoh, nuk janë masot. Kanë vra, kanë pre, kanë qenë të zhytur në luksin e pasunive të ngrituna mi bazën e haramit. Ku janë sot? Ju është harruar dhe emri. Prandaj të dashur dhe të shtrenjtë, po na ik një vit dhe po na vjen një vit I ri. Duhet të reflektojmë dhe të përgjigjemi Allahut Azza wa Jall që thot në Kur'anin famëlar, wa qul i'malu, thuaj, veproni, punoni, fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allahu I dërguari I Tij dhe besimtarët do ta shohin veprën dhe punën tuaj. Çfarë po punojmë? Çfarë do të punojmë? Si të punojmë? E çfarë të punojmë për të fituar kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall? Sot po shohim që në mënyrë sistematike, në një zinxhir të prishur antivlerash, antinjerëzor, antifetar, po bëhet një propagandë sistematike e mirë organizuar kundër besimit, kundër fesë, kundër moralit, kundër familjes, kundër njeriut, kundër dlirësisë, kundër pastërtisë, deri kundër fëmijëve. Sot qeveri të shumta po I nënshtrohen dhe po I binden në mënyrë të verbër agjendave të shejtanit të mallkuar, duke investuar për prishjen e natyrës së njeriut. Prishjen e natyrës
zanafillës, atë që e gjejmë në Kur'anin familart, e për cilën Allahu Azza wa Jall na tregon se si shejtani i mallkuar thoshte, këtu e shekuj ma përpara, që unë do të thras dhe do t'i nxis pasuesit e mi, që ta ndryshojnë formën e origjinës dhe natyrës në cilën Zoti ka kriju ata. Pra sot po shohim se si pasuesit e shejtanit të mallkuar në një mënyrë krejt të hapt, e krejt të dukshme, e pa asnjë lloj sikleti, po thrasin për të na prish fëmijët tan, për të na deviju natyrën e fëmijëve tan, për të na prish moralin e fëmijëve tan, për të prish besimin, për të kriju fesad mbi faqen e Zotit. E ne nuk duhet të rrim të heshtur, duhet të reagojmë, duhet të kundërshtojmë, duhet të ngrihemi pa asnjë lloj kompromisi dhe pa asnjë lloj tolerance për të thënë fjalën tonë, për të ngritur zanin tonë, sepse jemi të besimit, jemi të vlerave, jemi të tabanit, jemi të trashëgimisë shumë shekullore të parëve tanë, të cilët ishin në hak, ndërsa këta që po vinë dhe po bëjnë politikat e shejtanit të mallkuar, këto janë në gabim, dhe janë në zullum, dhe janë në fesad, dhe janë në shturje, dhe janë në imoralitet, dhe janë në degradim dhe degenerim të racës njerëzore. Nuk mund të shkojmë pas thirrjes, e nuk mund të bekojmë thirrjet, e nuk mund të shtrëngojmë duart me ata të cilët thrasin drejt shejtanit të mallkuar. Rrugët tona ndahen një herë për gjithmonë me të gjithë ata që angazhohen ditë pas dite, muaj pas muaji, vit pas viti, për të ngrit perandorit e shejtanit të mallkuar mbi tokën tonë, e në familjet tona, e me fëmijët tanë. Prandaj të dashur të shtrenjt, tashmë që po na vjen një vit i ri, dhe po ndahemi nga një vit që po bëhet gati të perëndojë dielli i tij, ti lutemi Allahut Azza wa Jall me na dhënë forcë, me na dhënë kurajo, me na dhënë besim të fortë për të jetuar me dinjitet dhe për të përballë me forcë dhe kurajo me të gjithë ata që me kazmat e shkatërimit i kemi dhe i shohim përballë ditë pas dite, moment pas momenti, e që duan të na marrin fëmijët tanë, jetën e tyre, dinamiken e jetës mbi faqen e Zotit, pastërtinë, ndershmërinë, moralin, besimin. I lutem Allahut Azza wa Jall me e begatu këtë kohë të mbetur të këtij viti. Dhe i lutem Allahut Azza wa Jall që ky vit të shkojë i mbar dhe i pranuar tek Zoti i gjithësisë nga gjithë secili prej jush. Dhe i lutem atij Azza wa Jall që ky vit që po na vjen me na gjet sa më mirë dhe sa më të lidhun, me na gjet të angazhuar dhe në beslidhje me Zotin e gjithësisë për të mos toleruar në rrugëtimet tona drejt fitimit të pëlqimeve të Allahut Azza wa Jall në çdo hap të jetës, në çdo frymë dhe në çdo pozitë ku Zoti na ka vendosur në jetën kalimtare të kësaj bote të shkurtër. Allahu ju dashur.